gjithë takimet në 61 bashkit e Shqipërisë, edhe në bashkinë që ju përfaqësoni bashkë me kryetarin dhe fermerët e zonës tuaj, kam qenë në takim, në diskutim, në sugjerimet e tyre dhe kemi marrë të gjithë ato shqetësime reale dhe i kemi parafruar në skemën e rekombëtare. Unë do të jem përsëri në zonën tuaj dhe në gjithë Shqipërinë për të shpjeguar skemën, për diskutuar me fermerët për problematikat e tjera dhe për t'i thënë që të jem pjesë e paketës tonë kombëtare që ne mbështesim nga ana e buxhetit shtetit. Por, dua të them që në skemën kombëtare në vitin e kaluar kam përfituar mbi 65.000 fermerë. Pra, është një shifër që edhe nëse doni në zonën që cili u përfaqësoni, të kalojmë në një numër, nëse ju e doni, e paraqesim edhe numrin i cilin kam përfituar në zonën tuaj, por edhe në gjithë Shqipërinë që është një numër shumë i lartë ndaj fermerëve të përfituar. Prandaj ne jemi në terren, së bashku ju mund të vini kur unë të jem pjesë atje. Ju kemi bërë thirrje, ju kemi bërë dhe Komisionit të Bujqësisë me shkresë zyrtare për të qenë pjesë e takimeve tona në mënyrë që ju të merrni pjesë. Nuk keni qenë, ju mendoj që nëse në takimin e radhës do dëshironi të vini të diskutoni apo të merrni pjesë në takimet që ne do të bëjmë me fermerët e zonës tuaj, jeni të ftuar të merrni pjesë. Faleminderit. Faleminderit. Forsi fundi